Do të flasim tani, deri tani me gazetarët kemi bërë një përcjellje të numërimit të votave deri në këto momente, kemi folur me shifra dhe do të mbetemi tek shifrat për të folur më shumë dhe për t'i sqaruar më mirë ato me Magic Wall, me kolegun Mario Braka, i cili na pret në këto momente në këndin tjetër të studios. Është ndoshta një për momenteve më interesante, sepse e bën edhe më të qartë rezultatin e deri tanishëm, deri në këto momente ku ka vijuar numërimi. Të përshëndes Mario, ndoshta edhe për gjithë shikuesit, për gjithë ata të cilët nuk kanë patur mundësi të ndjekin lidhjet që unë zhvillova me gazetarët, le të shohim tani shifrat, se si përkthehen ato në përqindje dhe në mandate. Deri tani gjithmonë. Gati gjysma e votave janë numëruar, kështu që le të themi që një pjesë e konsiderueshme e tyre dhe rezultatet tregojnë për një gati super mazhorancë, një mazhorancë e cila mund të ketë 84 mandate që do të përktej me 3/5, gjë që edhe nga ana ligjore do të bënte. Edhe socialistët po habiten dhe janë surprizuar nga ky rezultat, Mario. Në disa qarqe po, por e reja ajo që po ndodh në Tiranë. Kemi qarkun i cili po trajton demokratët, kemi edhe një mandat më pak që ikën, nga 14 mandate që duket sikur Partia Demokratike i kishte të sigurta, bazuar kjo edhe te rezultatet e vitit 2021, një mandat ikën Partisë Demokratike dhe i kalon Partisë Mundësia. Pra Partia Mundësia bëhet me 2 mandate, një mandat e ruan Partia Social-Demokrate Tom Doshit. Okej, betemi pak këtu si bëhet ky kalimi për gjithë ata që thonë si kaloi mandati nga Partia Demokratike, si shkoi mundësisht. Atëherë jemi në kushtet ku janë numëruar 499 nga 1282 dhe mërzitën duke na dëgjuar thonë pse i shkon Agron Shajt mandati. I shkon sepse ka më shumë vota, pra ndërtohet raporti mes votave, pra për kutit e numëruara dhe totalit të tyre të numëruara. Dhe rezulton që Partia Demokratike, e cila gëzonte 14 mandate deri në orët e mesditës, për shkak le të themi se kishte një numër votash në raport me totalin i prodhonte aq mandate, sepse pjesëtohet numri total i votave në raport me mandatet, gëzonte le të themi e kishte gati të konfirmuar mandatin e 14, por rezulton që jo, kutit e hapura kanë rezultuar që kanë shkuar vota në favor të Partisë Mundësia. Në fakt kemi parë që përveç sa pjesës së qytetit, e cila ka qenë përgjithsisht me qasje të majtë duke i garantuar 19 mandate Partisë Socialiste, një pjesë tjetër nuk kanë zgjedhur votën opozitare drejt Partisë Demokratike, po drejt një fraksionit të saj. Ndërkohë që Partia Social-Demokrate mbron atë mandat fituar në zgjedhjet e vitit 2021, ndërkohë që për herë të parë në parlament, paktën me votat e deri tanishme, futen edhe 2 forca të reja politike që janë Nisma Shqipëria Bëhet, e cila ka 4874 vota ose 3% të totalit. Sigurisht gjithkush mund të pyesë që në Tiranë pse kaq pak vota. Në fakt në Tiranë për të pasur një mandat duhen rreth 14000 vota, por në raport Po, për shkak edhe të peshës së votës së diasporës, por në raport me votat e numëruara, kjo shifër është mjaftueshëm për të pasur një mandat. Dhe duket sikur ky mandat do të mbrohet edhe nga Lëvizja Bashk, e cila po ashtu ka pak më pak vota se sa Nisma Shqipëria Bëhet, 4467 dhe gëzon një mandat, ndërkohë që do a thjesht sepse po shihja zotin Qori këtu është kryetari i partisë, por rrezikon, nëse është vetëm një mandat, rrezikon që të mos jetë në parlament, do të jetë Redi Muçi, sepse ai është i dyti në rend. Me vullnetin e tyre. Ndërkohë që zoti Basha Qori të jetë i dyti. Me koalicionin Euroatlantik, të paktën me votat që ka deri më tani 2566, nuk e arrin dot dhe aq më pak Dashamir Shehi i djathtas për zhvillim dhe Ngelej Dalimbe ai rrjedhimisht nuk arrin dot të kenë mbështetje, Elena Kocaqi po ashtu edhe kryetari i partisë Adeu Kreshnik Osmani nuk kanë arritur të kenë votat mjaftueshme për të pasur një vend në ulëset e kuvendit. Dhe për ta kuptuar disi se si ka lëvizur vota në raport me zgjedhjet e vitit 2021, Partia Socialiste në vitin 2021 ka pasur 49% votave, thëndryshe 18 mandate, 226.842 vota në total, ndërkohë që Partia Demokratike bashkë me Lëvizjen Socialiste për Integrim ka pasur 45% votave për këtyre mandate 17 tilla, 210.280 vota. Ndërkohë që në vitin 2025 kemi po të njëjtën shifër për qarkun e Tiranës 49%, por kemi 19 mandate për Partinë Socialiste dhe vetëm 13 mandate për Partinë Demokratike, sepse pjesa tjetër ndahet mes Basha, le themi
E çoi më lart Partinë Demokratike. Po, pati një rezultat më të mirë se sa nuk pa arrin dot. Çuditshme këto Po lëvizje. sepse sigurisht ishte kryetari i Partisë Demokratike, ndërkohë që tani është kryetar e një fraksioni. Ndërkohë që një prej betejave që po zhvillohet, ende le themi në pikpyetje se cili do t'i takoj mandati është në Shkodër. Aktualisht jemi nëse do të ktheheshim pas në kohë, kemi pasur një mandat 3-6 në favor të Partisë Demokratike, ndërkohë që sot jemi 4-5. Po, për të pasur një situatë më të plot në qarkun Shkodër, rezulton që të udhëheq Partia Demokratike me 40% votave me 5 mandate, ndërkohë që në vend dytë renditet Partia Socialiste me 4 mandate me 35% votave, ndërkohë që Partia Tom Doshit rezulton që të ruajë të 2 mandatet që ka pasur në zgjedhjet e vitit 2021. Mbetet për të parë se si do të lëviz. Nëse do të ruaj të 2 mandatet PSD-ja, që duket relativisht e vështirë, dhe nëse Partia Social-Demokrate humbet këtë mandat, automatikisht ne do të kishim një kalim tek Partia Socialiste, sepse është ajo që ka shifrën më të afërt dhe mund të marrë mandatin, dhe ne mund të kemi një barazpesh në kryeqendrën e Veriut mes të Majtës dhe të Djatës. 5-5 dhe një mandat do t'i kalon të Partisë Social-Demokrate. Nëse nuk ka shtim të votave për Tom Doshin, atëherë do të thotë që ky mandat i kalon Partisë Socialiste. Llogaritë aritmetike tregojnë që probabiliteti më i madh është që një mandat i cili për momentin e zotëron Partia Social-Demokrate me 230 nga 405 kutit të numëruara, t'i kaloj Partisë Socialiste për ta bërë këtë të fundit me 5 mandate, po aq Partinë Demokratike dhe vetëm një mandat për Partinë Social-Demokrate, duket sikur blerja e zotit Beci ka rezultuar eficiente dhe... Shkojmë pak në Elbasan, kishte një bast socialiste, do shkojmë deri në 9 mandate në mos gaboj. Duket sikur ka siguruar 10 mandate Partia Socialiste në qarkun Elbasan, po 10 mandate, 61% votave. Ishte 9 mandate që në fakt në pikpyetje, por për të konfirmuar atë që ti thënë kryetarës edhe vetë socialistët janë surprizuar, 10 mandate në qarkun ku drejtues politik i Partisë Demokratike është zoti Alizoti, ndërkohë që Partia Demokratike ka vetëm 29% mbështetjes. Për këtyre mandate vetëm 4 të tilla, ndërkohë që ndahen vetëm mes këtyre forcave. Të mos marr mandatin as kandidati që ishte në listën e mbyllur. Po, nëse mbetet ky rezultat... Se ka qenë 5 kandidatë në mos gaboj në listën e mbyllur, kështu që rrezikon që edhe ai që është në listën e mbyllur të mos e marr mandatin. Kemi 60%... Ata në listën e hapur nuk diskutohet fare që jo. Nuk marrin dot mandat. Kemi 60% votave të numëruara dhe me 60% votave të numëruara udhëheq Partia Socialiste dhe të paktën në zonat le themi ku konsiderohet bastion Partia Socialiste, si në zonën e Peqinit ka qenë Partia Demokratike, ka pasur zotin Sula, por në zonat e tjera në Cërrik dhe në Belsh, të paktën rezultatet ende të pa publikuara premtojnë le themi një vot më tepër për Partinë Socialiste që mund të konfirmohet. Në tërsi në qarqe, Mario, votat dhe mandate ndahen vetëm mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Përveç të sa Tiranës... Po, përveç 0 mandat për gjitha partitë e tjera. Përveç Shkodrës, që ishte Tom Doshi. Po, në Shkodër... Në nga qarqet e tjera nuk kemi risi, nuk ka të paktën me votat numëruara deri tani. Pak edhe në Fier, të lutem, se në Fier edhe Partia Socialiste duket sikur do të bëj, le themi, një rezultat... Kjo është historik për Partinë Socialiste. Po, 10 mandate në kohën e zotit Ruçi në vitin 2017, kur ai ishte drejtues politik, ndërkohë që sot jemi në nivelin e 12 mandateve me 63% të votave. Jo vetëm një bastion, por është një super bastion i socialistëve. Po, dhe ajo që bie në sy është fakti se nga 53% të votave që ka pasur në vitin 2021 me 9 mandate, Partia Socialiste rritet me 10%, 63% votave shkon me 12 mandate, nga 7 mandate Partia Demokratike zbret në 4 mandate. Edhe në Fier rrezikon që Partia Demokratike, ata kandidatët që ishin në listën e mbyllur, të mos e marrin mandatin. Po, sepse edhe bashkitë si Roskovec apo Patos bashk me Lushnjën ku le themi janë edhe pjesa e votave ku po numërohet, përgjithsisht kanë pasur orientim Majtas, pra kanë votuar Partinë Socialiste, gjë që do e bënte relativisht të vështirë edhe nga numri total i votave që ka Partia Demokratike, 14.618, ndërkohë që kemi 3 fish më shumë për Partinë Socialiste, do ta bënte shumë të vështirë për të pasur një mandat 5. Pra mund të kemi 12-4 si rezultat përfundimtar nëse do të vazhdohet, le themi, me këtë curit të orientimit votës. Pak edhe një tjetër qark të madh që është Durrësi. Edhe në Durrës, Partia Socialiste vazhdon që të ruaj kryesimin edhe në raport me vitin 2021
ka një rritje ndonse më të vogël, pra nga 50% me 8 mandate, jemi po në 8 mandate, po me 53%. Objektivi tyre ishte 9 mandate, do shohim nëse do të arrin? Po, 47% votave ka pasur Partia Demokratike, ndërkohë që ka rënë në 39%, por nëse shohim totalin e votave, ndonse jemi me 194 nga 493 kuti për të numëruar, kemi një tkurrje të konsiderueshme me 8% të Partisë Demokratike në një qark si Durrësi, ku në fakt kishte një lloj optimizmi për të pasur. Po, është interesante, Maro, ka një tkurrje të socialistëve, të demokratëve, por nuk ka një rritje të socialistëve, nga 50 në 53%. Po, sepse janë pikërisht to partitë e reja, cilat kanë marrë, përgjithsisht partitë e reja... Partitë e reja kafshojnë, por nuk është se prodhojnë mandate. Nuk është, le të themi, ai versioni i Lëvizjes Socialiste për Integrim në zgjedhjet e vitit 2021, që ndonse me 106.000 vota edhe më shumë, nuk arriti të prodhoj më shumë se sa 4 mandate për shkak se shumë vota digjen. E njëjta pritet ndodhet edhe me partitë e reja dhe të vogla jashtë Tiranës, cilat ndonse mund të grumbullojnë 60 apo 70.000 vota, nuk do të mjaftojnë për të pasur mandatet plota. Kështu që megjithëse mundësia ka 1421 vota apo nisma 1306 vota, pra nëse do t'i mblidhje gjithsej janë rreth 5000 vota, të cilat paktën deri tani nuk arrin të prodhojnë asnjë lloj mandati për shkak se partitë janë ndara nga njëra tjetra. Shumë pak edhe në Vlorë, sepse nga pjesëmarrja ishte ndërqarqet që pati numri më të ullët. Atje ku u firmos edhe memorandumi Kuçit, kështu që ata që votuan për votuan atëre. Vazhdojnë që të votojnë për Partinë Socialiste, siç historikisht kanë bërë, 8 mandate me 58% votave Partia Socialiste, duket edhe nga ngjyra, ndërkohë që Partia Demokratike 28%, nisma Shqipëria bëhet paktën nga dënat e përgjithshme, nëse mund të bënim një lloj përmbledhje, në vendin e tretë renditet nisma Shqipëria bëhet, partia e re e drejtuar nga Adriatik Lapaj, e cila ka numrin më të madh votave të paktën deri tani. Është e barabartë me mundësi. Partinë Social-Demokrat, më pak se sa Partia Social-Demokrate dhe me mundësia. Por në numër real votash ka më shumë se sa partitë e tjera. Për sa i përket përqindjes, ka më shumë vota se sa mundësia, por në numër mandatesh janë njësoj. Një deri tani. Sepse le themi përqendrimi nuk e ka vetëm në Tiranë, po e ka edhe në qarqe tjera, por e ka të shpërndarë dhe nuk arrin dot siç e ka Partia Social-Demokrate që e ka epiqendrën e saj në Shkodër dhe një mandat në Tiranë. Nisma Shqipëria bëhet i ka të shpërndara në qarqe të ndryshme, po pa mundur që të prodhoj le themi një mandat në secilin qark. E nëse do të krahasonim Vlorën me vitin 2021, atëherë Partia Socialiste ka ruajtur të njëjtën sasi votash, 58% të totalit, ndërkohë që ai paradoksi i madh që ka ndodhur është që gryerja e partive të reja nuk ka vajtur te Partia Socialiste, e cila ka 12 vite në pushtet dhe aty do duhej që të ishte le themi efekti i inflacionit të votës, por e ka bërë te Partia Demokratike. Pra elektorati gri në vend që në një farë mënyrë të refuzonte qeverisjen, ka refuzuar forcën më të madhe opozitare dhe i ka kaluar tek partitë e reja si alternativë. Tani blu kemi vetëm zonat, le themi, më veriore të Shqipërisë. Kuksin me 3 mandate. Kuksi i cili prodhon 3 mandate, aktualisht ka pasur Partia Demokratike më shumë e përsi, ka pasur 56%, ka zbritur në 52%, në fakt i mjaftojnë edhe 51% të totalit votave për të ruajtur të 2 mandatet, për shkak të sistemit proporcional rajonal, ndërkohë që Partia Socialiste ka një rritje, do ta shohim edhe grafikisht në raport me vitin 2021, është rritur nga 36% në vitin 2021, ende nuk janë numëruar të votave, po në terma real ka një rritje, ndërkohë që Partia Demokratike ka nga 62 në 52%, pra një rënje me 10% në qarkun e Kuksit. Po akoma s'kan përfunduar gjitha votat. Jo, jemi 94 nga 139, rreth 65% e totalit në raport votash, ndërkohë që edhe partitë e reja kanë marrë, le themi, vota më shumë simbolike, por që janë larg objektivit për të prodhuar ndoshta një mandat. Nëse do të mblidheshin të gjitha, Partia Social-Demokrate mund të ketë një shans në Kukës, 3781 vota deri tashmë, por duket e vështirë dhe nëse do ta bëj, mund të prodhoj një mandat dhe mund të jemi në 1-1-1, pra një ndarje mes Partisë Demokratike, Partisë Socialiste dhe PSD-s me nga një mandat. Edhe për demokratë që të humbasin dhe Kukën. Por kanë treguar që votat kryesisht në Has kanë pasur një orientim drejt Partisë Social-Demokrate dhe prandaj nga 56% që ka pasur Partia Demokratike ka zbritur në 52% dhe nëse do të vijohet me të njëjtin
trend, ne do të kemi një parti social-demokrate cila mund të marrë edhe një mandat. Sigurisht që duket e vështirë për shkak le të themi të historikut të elektoratit në atë zonë, por që aritmetika e deri tanishme tregon që nuk është e pamundur marrja i mandatit edhe nga Partia Social-Demokrate. Dakor, ne kemi parë disa prej qarqeve kryesore, disa prej qarqeve më të mëdha, por edhe atyre të vogla, një pjesë të cila vetëm 2 prej tyre deri më tani të paktën janë të fituara nga demokratët, por gjithsesi do shohim, jemi në gjysmën e numërimit të votave. Deri më tashmë, po, gjysma e numërimit të votave. Me diaspora? Ndërkohë që për diasporën vazhdon procesi, ka nisur, kemi edhe ndoshta dënat e fundit të përditësuara, po, i kemi 55% për Partinë Socialiste, votat e diasporës numëruara deri më tani kanë qenë kryesisht ato të ardhur nga Italia, por edhe nga vendet e tjera, ndërkohë që ka... Deri tani, projeksionet e deri tanishme, Mario, ishin të përfshira votat e diasporës? Jo, janë për votimin vetëm brenda vendit, ndërkohë që votat e diasporës do të bashkëngjiten në fund. Pra, kemi 55% të votave diasporës tashmë janë për Partinë Socialiste, 30% për Partinë Demokratike dhe pjesa tjetër shpërndahet për forcat e tjera opozitare. Këto le të themi janë paktën për kutitë e numëruara deri tashmë për zarfet e ardhura dhe të numëruara nga diaspora. Përveç Greqisë që ka një vendim për të mos u numëruar. Deri më tani, nëse do të ketë një në pritje të zhbllokimit procesit, nëse do të zhbohet ky janë rreth 45.000 zarfe të ardhur nga Greqia, të cilat pritet që të zhbllokohen dhe të ketë. Është një kërkesë e Partisë Demokratike dhe që është miratuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirë, Mario, unë të falenderoj shumë për gjitha shpjegimet që na bëre deri në këto momente për sa i përket votave, përqindjes së votave të numëruara dhe si përkthen ato në mandate për qarqet kryesore. Faleminderit, Mario.